Një ditë pas letrës zyrtare të kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi, drejtuar Ilir Metës, kryeministri Rama ka takuar për afër një orë kreun e kuvendit. Burimet thanë se dy aleatët kanë diskutuar për reformën në drejtësi, si dhe kërkesën tashmë zyrtare të Partisë Socialiste, që konferenca e kryetarëve të përfshijë në kalendar amendamentet kushtetuese, si dhe 7 projekt ligjet që shoqërojnë paketën. Nuk dihet se cili ka qenë qëndrimi i Metës, por më herët kreu i LSI-s ka kërkuar që reformat kalojë me konsensusin e opozitës. Një ditë më parë, Gramoz Ruçi në letrën drejtuar kreut të kuvendit theksonte se kalimi në seancë i amendamenteve kushtetuese dhe i projekt ligjeve do të mundsonte miratimin e tyre brenda muajit korrik. Ndërsa partia kryesore e mazhorancës avancon në qëndrimet e saj, Partia Demokratike ka konsideruar këtë qëndrim një shpallje lufte ndaj opozitës. Por ambasadori Donald Lu ndërkohë ka denoncuar politikanë të fuqishëm që sipas tij po bëjnë presion kundër miratimit të reformës.